Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 23 vjeçe dhe vi nga Miloti. Nuk jam rritur në një vend ku flitet hapur për komplekset, për pasiguritë apo për mënyrën si ndihesh me trupin tënd. Këto janë gjëra që zakonisht i mban për vete. Dhe kështu kam bërë edhe unë për shumë vite. Që në adoleshencë fillova të vëre se trupi im nuk po zhvillohej njësoj si moshatarët e mia. Ato filluan të ndryshonin, të merrnin forma më të theksuara, sidomos në pjesën e sipërme. Ndërsa unë ndihesha sikur kisha mbetur pas. Gjoksi im ishte shumë i vogël dhe për mua kjo u kthye në një problem. Nuk ishte thjesht një detaj, ishte diçka që ndikonte në mënyrën se si e shija unë veten çdo ditë. Mbaj mend sa herë që dilnim, gjithmonë mendoja çfarë të vishja që të dukej sikur kisha më shumë forma. Zgjidhja bluza të gjëra ose sutjena me mbushje, vetëm që të krijoja një iluzion që nuk më bënte të ndihesha në siklet. Ishte shumë lodhse. Në çdo dalje, në çdo pasqyrë, në çdo krahasim, mendja ime shkonte te e njëjta gjë. Pse nuk jam si të tjerat? Pse nuk dukem më femërore? Pse nuk kam atë që duket sikur të gjithë e kanë? Edhe pse askush nuk më thoshte drejt për drejt diçka të keqe, mjaftonin disa shikime, disa komente të përgjithshme për format perfekte, disa krahasime të pavetëdijshme, dhe unë ndjeja veten më pak e bukur, më pak e dëshirueshme, më pak e plot. Ka pasur momente kur jam mbyllur në dhomë dhe kam qëndruar para pasqyrës për minuta të tëra, duke analizuar çdo detaj të trupit tim. Dhe gjithmonë përfundoja tek e njëjta gjë që nuk më pëlqente. Por në të njëjtën kohë kishte edhe diçka tjetër. Një pjesë e trupit tim që gjithmonë më ka bërë të ndihem më mirë. Vithet. Aty ndihesha shumë e sigurt, e plot dhe vetvetja. Shpesh merja komplimente për këtë pjesë dhe për një moment ndihesha mirë. Sikur më në fund dikush po vlerësonte diçka tek unë. Por ai moment zgjaste pak. Në mendjen time kthej sërish pjesa që mungonte. Dhe sikur gjithçka tjetër nuk kishte më rëndësi. Ishte një cikël që përsëritej vazhdimisht. Me kalimin e kohës fillova të lodhem nga e gjithë kjo gjendje. Nuk ishte thjesht çështja e pamjes, ishte mënyra si po e trajtoja veten. Unë po e reduktoja veten në një detaj të vetëm, po haroja gjithçka tjetër që unë isha. Dhe kjo nuk ishte e drejtë. Fillova ngadalë të ndryshoj mënyrën si mendoja. Jo sepse papritur u bëra e sigurt në veten time, por sepse e kuptova që nuk mund të vazhdoja më kështu. Fillova të vesh rroba që më pëlqenin mua dhe jo vetëm ato që fshehin diçka. Fillova të eksperimentoj me stilin tim, të gjej atë që më bënte të ndihesha mirë dhe jo atë që më bënte të dukesha si të tjerat. Fillova të shoh veten në pasqyrë pa u fokusuar vetëm tek një pjesë. Fillova të shoh tërësinë. Dhe ngadalë fillova të ndryshoj edhe mënyrën si flisja me veten time. Më parë isha shumë e ashpër, shumë kritike, ndërsa tani përpiqem të jem e butë, mirëkuptuese. Sot nuk mund të them që nuk kam fare komplekse, sepse do të ishte një gënjeshtër. Ka ende ditë kur ndihem në siklet, ku krahasohem, kur mendoj që do doja të isha më ndryshe. Por ka edhe shumë më tepër ditë kur ndihem mirë me veten. E pranoj trupin tim ashtu siç është. E kuptoj që bukuria nuk është një formë vetme dhe feminiteti nuk matet me madhësi. Unë jam më shumë se kaq. Jam mënyra si qesh, si flas, si e shoh botën, si trajtoj njerëzit, si ndihem brenda vetes, dhe ndoshta për herë të parë në jetën time po mësoj të mos e luftoj më veten, por ta pranoj atë me të gjitha ato që kam dhe ato që mbase nuk i kam. Sepse në fund të fundit, vetbesimi nuk vjen kur bëhesh perfekte, vjen kur ndalon së kërkuari perfeksionin.